mbrohemi nga një qendër e votimit, por jemi tek shoqata e pensionerëve në komunën e Pejës. Gjatë punës tonë të rem pam që ishte hapur dhe tham të shohim se kush gjendet këtu, se si kalojnë ditën pensionerët, a kanë votuar apo jo ende. Mund të kalojmë tek kjo pjesa ku gjenden disa tavolina dhe po shohim që për momentin po luajnë shah. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. A mund na prezantoheni fillimisht? Nëse nuk ju pengoj pulën pak këtu. Sa më pengon, hiç vishur no. A mund na prezantoheni? Po, unë jam Santahir nga fshati Baran, komunës Pejë. Shumë kohë jetoj në shtetet jashtme. Përpara kom qenë arsimtar i diplomum këtu, po kushtet si të nasi i kem pas përpara, o duhet mirëshu edhe jetoj atje. Tash jam këtu, ku marrë ma shumë ti për eshte vota. Edhe kom qef me shku të na mirë në regull. Mes me pas, për shembull një ansa, ose familjarizm, ose në politik, me bo distancime. Po këtu mu dishka, po më brëngos si shumica, shumë parti. Unë nuk distancoj kur far partije, me gjitha i du. Jo, gjitha i du. Nëse në jam pak ma shumë, amo gjitha i du, se gjithë jem shqiptarë. Po këtur nuk po më pëlqejnë do, si bojnë dhe më thonë, ato politikat që i bojnë dhe më thonë, duhet mi anë dorë, që ati si jo i mirë, i të leti fito votat, punën për Kosovë, punën për shtetin tonë, për popullin tonë. Jo populli jonë me vujtë. Dhe më thonë me vujtë të një jetën, me pas një përshami, një vujtje, një dilemë. Me i hek në ashtu dilemat e kënet. A keni votuar sot? Po, kom votuar sot, edhe kom votuar dhe spari, kur edhe në si janë konë për para. Po, kur veni këtu pranë Pejë ju frekuentoni këtë shoqata, apo jo? Si kaloni ditën kur veni? Po i mirë, të i kom shok vjetër, kalojmë ditën, kësi qikën e defrejmë. Nese paka shumë, nuk janë kushtër të ashtu, po na ju përbahëm. Se i kemë që shmë tonë, nuk i kemë së kur tjera vena, po apet difrem se qiken bashk, ta i kom shok vjetër për para, edhe para lufte, jem gjotë me ta, kom ne me ta, kom qef me vizitue, kur jem këtu, sa atje bëllë, po myket se qika, në shtetet jashtë me jem bo, më në tanë, se thënë, më në të një mu ka bo, që pasët e Kosovë vjetë jem. E kur ve këtu, unë në Kosovë, ve, sahër dhe, bile shoshja më bënë thëtë, thëtë ti të në heret kur për vjerë të në Kosovë, kur për këthesh krejt ma i shjetë, ma i civilizu, ma i të në i kijet. Thash për unë i kom shoshnin e vjetër atje, unë i këtu defrena këtu, se vendlinja eme është e para në botë. Dhe më thonë, ma fërte du se thonë, therën e këtu i se misirin e tjetër ka. Falenderit shumë. Prej ju shfalenderit shumë, inshallah, puna na shkon marë. Falenderit. Përshëndetje. A më na prezantoni? Po, jem Haxhi Osmani, i komuna Skënderaj, po jem këtu jetoj në Pejë, jem penzionu, jem penzionist i ri gati ndër këta. Këtu tash si klub shoqë që është kjo shoqëni, përpara kam pas shoqëninë e arsimit, tash e kam shoqëninë e pensionistave. Na të bëjmë këtu gati çdo ditë. Si e kaloni ditën? Po shohim lojra të ndryshme këta. Këtu ditën e kalojmë fort bukur. Pse bukur? Se kon shoqëni e mirë, ditë më kalu mirë. E këtu na jem natën e ndim veten, gati ma misën shpe. Këtu shumë bukur, kem shoqëni të mirë, respekt. Po na shko dita. Po na shko dita si më koni orë. Kur shko dita marr, na jem edhe na më. Çka prisni prej këtyre zgjedhjeve pikërisht për gjeneral? Këto zgjedhjet duhet me prit mirë e ma mirë. Pse prisë ma mirë, inshallah çdo kon fitoj mirë dhe i drejti. Që ja del dhimbtën ti populli. Se populli për ta pa votojnë, ata për neve do të mengo. Na dhe tash ngajtëm, pa tash ata mas neve. Edhe let na bojnë zgjidhjen, çka kanë mundësi. Edhe do të me pas mundësi për këtë popull. Ne jem në shlirim, nuk jem në kopim. E kur është lirimi do të më kom pak më ndryshëm, po inshallah na shkojnë punë të marë. Faleminderit shumë. Ju zotëri po e pengojmë pak lojën ndoshta. Apo na prezentoheni? Unë që u Rustemaj, jemi nga fshati Strecje,
komunës Deçanit. Përpara kem qenë komune, po ajo u shu edhe vetëm çashtu. Jemi veterani i arsimit. Pension. Si shkon ditën ke shoqat? Mirë, kaloj mirë me këta kolegët. Faleminderit shumë pra. Çka prisni ju prej të zgjedhjeve, pikërisht për shoqatën e ju i keni diçka? Zgjedhjet. A keni votu s'pare? Po, Çka prisni këtë zgjedhjeve? këto zgjedhje presim. Kishim kolegën Agnesa Hasanaj me një lidhje direkte nga shoqata e pensionistëve në komunën e Pejës, ku dëgjuam deklaratat e 3 qytetarëve të nderuar në priardhje nga Peja, njëri ishte nga Deçani dhe tjetri nga Skënderaj, por që jetojnë dhe veprojnë në komunën e Pejës. Nëse tani profesor do të vazhdojmë bisedën në studio, ky rundi dytë i zgjedhjeve lokale sa mund të jetë përcaktues për zhvillimet e ardhshme në nivelin qendror marr parasysh